Ti s'kishe kohë dhe përshkoj gjatë për të thënë 2 lape, e vazhdove, 98 të fundit tani, në falë. Ja, ishte do të them të fundit. Intervistën që bëra unë, janë pak njerëz të rrallë, mund t'jenë 200 që mund ta bëjnë, jo se po mburr veten. Të bëj një pyetje nga je. Unë nga Lushnja, Trabajani më zemër, ciao. Qa ka thënë Panoli për juve, Lushnjarët? Qa ka thënë Panoli për juve? Ta që pyetje direkt. Pyetje direkt. Qa na bën të lumtur ne shqiptarët? Si? Qa na bën të lumtur ne shqiptarët? Lumturia. Ata them shkurt? Trot. Shqeto fare. Ne jemi shumë të mirë, por nxjerrim në pa butalent. E nxjerrim edhe i reklamojmë shumë butalent, edhe jo të mirat. Kaq. Ne shqiptarët jemi një popull i mrekullueshëm, që bota tani po e kupton. Se kushem, bota sa vjen këtu, që si asë në Këshillën e Evropës, asë në atë, vjen këtu dhe shikon habite. Ne kemi lajme të këqija për shqiptarët, po shqiptarët nuk janë të këqij. Për 2 veta ti, heth 98 poshtë. Që s'ke punë, ma? Që s'ke më të bëtë? Unë kam brejtje për televizionet, për këto televizionet që i shërbejnë politikanëve rebel, politikanëve rukac, politikanëve të hajdut. Jo të keqen, mere popullën e thjeshtë. Ashtë regulluar Shqipëria, unë po të temë, kam qenë në Greqi, kam qenë në ato, i kam parë, në Danimarka, Shqipëria. Regulluar, Po, është, ta që 4 meta, sigurisht që 4 meta, por që Shqipëria ka ndrejtë, shiko që i ke nga gjithë bota, shiko që a bënë, nga gjithë bota i ke. E pse mos jemi të lumtur ne kur bota në ashtu, ne kemi pas kundërshtar francezët, ne kemi pas holandezët, fituam. Kemi pas holandezët, u bërë shepinato qaj. Kemi pas danezët, doli ajo, fituam prapë. Do më të në shiko, ne në kam mbështet Polonia, në kam mbështet gjitha këto që kam bajt, edhe themi ne, pse, Polonia e ti shumë mirë, se ne kemi pas marrëdhënie me Poloninë, por shqiptarët duhet të rregullojnë një gjë. Të mbledhin mendjen edhe mos shkonin mbas hajdutëve. Kaq. Kush është hajdut? Ka hajdut Shqipëri, valla, jemi. Jo, hajdut ka, po janë politikanët. Krye janë politikanët. Ata që vjedhin, ke takset e tua dhe të mjetë. Shiko, po të rrim pak të tema. Tham për qa na bën të lumtur në shqiptar. Besoj se pjesa dërmuese e shqiptarëve këtu janë temase të lumtur. Ja tash ne na bën të lumtur se jeni njerëz të mirë. Fakti që kemi një qeveri që fitoi bindshëm, do thotë që ne sot që flasim jemi temase të lumtur, apo jo? Jo, ne vlerësojmë punën. Edhe populli i thjesht e vlerëson punën, nuk vlerëson llafet. Edhe populli ka kuptuar tani. Ai që vërtet shumë për mirë, që thot unë të bëj këtë për 100 ditë, do të jap kaqe, do jap, se nga do gjë është merret vesh ajo. Jo, ka një gjë, Shqipëria u fundos, Shqipëria u fundos në urdhët e tij Saliçenit që duhet të ishte fut në burg, brenda, duhet të ishte atë, shkatroi me kanale Vaditës, kanali doli komunist, Pylli doli komunist, Ulliri doli komunist tani. Do më thëmë, po e kundërshtove Stalioni e komunist. S'ka pas komunizëm në Shqipëri, more. Kurrë? Ja, në 28 më gjojnë mua. Ajo partia komuniste ka qenë ilegalitet, edhe e këthën partia e punës. Edhe i thënë, antari partisë punës, jo antari partisë. Ashtë tjetër që thoshe, se po të futesh ke komunizmi, do të thotë komunitet. Komuniteti jetonit gjithë. Mirë po ne kishim utopi e që në të, ore një i shëndosh, ha një pull, një fëmi, ha një kopsh. Do më dhënë, tani ha pullën qitë. Jo, po se ha ke mosën e i vogël. Të që themre, jo, ha kopshën e i, se më te për pullën se ha do të i, se ha që ka. Do më thënë, ne kemi banalizuar. Bëthën e pullës nuk e ha do të. Po se, bëthën e haj i madhe. Jo, bishin e diti ku se ha. Bishin e haj pari, shfis. Se, ka blera ushimare, që do pillet. Po bëthën e pullës, ati ke bishi është. E pra, jo të ati. Kraroni ku se ha, kraroni e angrat. Si që tja, por e kraroni e angrat. Por që bëni këshu. Po si ka mundësi që kraroni që ka më shumë ish e angrat. Shiko, dhe gjom.
Josi Broz Tito ishte kroat. Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqetër. Tito ishte kroat. Ishte kroat. Edhe kur i bon Titogradit, që e ka dëshuar emrin ajo tani, Podgorica, hante këtu ke demi, hante bidis të këtu ke shpatot lartë. Është një misht që shërben. Për shembull, qapa edhe koka ka 7 lloj mishash. Do më të hante blera ushqimore. Enveri Tito. Tito. Shoku Enveri. Enveri. Enveri qa hante Enveri? Kë kishte ushqim më të zgjedhur Enver Hoxha? E ven edhe i thot Ibrahim Bey i thot ty sa ky komunista atë ky gjota një shqiptar në Turqi bë 100.000 veta para një shqiptar në Shqipëri nuk e vën dot 100.000 doli realiteti doli Saliu gjoja Saliu që thot kodra mas brekut ja pot kodra mas brekut qatë fleta ai qartë thot atë që mërbesh e bajti atje në Maliqa dhe në vend ka ajo që do në nxitonte në vend të thoshe populli Maliqit kënetën do ta mbelli Panxar tha popull Panxari Maliqit aty iku populli la vetëm Saliun gjofti. Por qa ha ky Sali Berisha që është kaq energjik? Sali Berisha është i smur çik për mua ai kurosh në Austri që në kohën e Enverit. Po ai ka qenë doktor i Enverit, infermier. Doktor, nuk ka qenë doktor i Enverit, se ngatroni jo. Ai ka vajt ka isni kapo, 2, edhe ai meku tjetër isni kapo, që ishe nga Tropoja, e ka sharë mu ke ujstoni, si kalun gjithë Sali Berishës. Po, se Sali Berishën nuk e solli Rama, Aram Berisha, ba e solli Xhaxha i vetë, kam një nipta dhe e mori vajtin Marsit Madhe, vajtin Tropoj, edhe ku është e mori Saliun edhe. Po Saliu ka qenë ekstremist të Krishte Panallonët dhe tëre. Jo, Saliu të Krishte Panallonët. Për partinë e Enverit, për kë ishte ekstremist? Vajde, jo. Unë nuk po them. Sepse gabimi e Enverit për gjithë ata që na ndjekin, që ta bëjmë qartë për ata, për kë ishte ekstremist? Jo, është ekstremist, nga ekstremist. Qofti ma, qofti djatë. Do në t'ishte bindja e vetë? A i thot atë që them unë bëj. Je i mirë, po të zbato me ato. Si je i mirë, të brejt. Kush vriste më shumë, Enveri, Saliu apo Rama? Saliu ka pra më shumë. Po. Më shumë se Enveri? Po. Shiko. Ja, po të them unë, jo e ke gabim. Të gjitha ta të nuri politika tje, shumica janë përvrasje. E doli i persekutuar politikë. Kjo, persekutuar politikë është që e potën prandaj po shkatuan. Që i tha Enverit kontra. I persekutuar politik nuk quhet kriminali. Kriminali është kriminal. Qoftë demokraci, qoftë komunizëm, qoftë në ato. Që bëtë ke punë? Që s'kjo mëre? Që diskutohet dhe vinë atë e dëgjon. Më bënë mua, ka marrë këta bileta autobusi, i themon atyre që ka marrë nga 3 diploma këta. Si që bënë gjyqtarë të plepa vetë. I morë nga rruga, mere pute këte, mere pute brënda, i bërë të aje bënë qërë dërshim nga ma. Dërshia do tjetë, e babarë dhe do tjetë. Ta që ka filluar rruga këne. Ka mangësi ka. Që shumë njerës do të bindën. Edhe të thonë, jo, e shkele ligjin, përgjigju. E shkele, ku do t'jesh? Ndashtë në qeveri, ndashtë në opozit. Sepse, ne po japim blera hajdutit. Pjapush hajdutit blera, do thot, edhe do thot. Një njeri që të shanë me libër shpije, e merë nga nëna, nga e motra, nga tjeta, aj nuk bëhet, aj nuk drejton shtetë. I thot, një fjale urtë popullore, thot kësho. Nga i mënsër i hadhe budallaj, nga budallaj në desin gjithë. është fjale urtë popullore, është shekullore kjo, e ka djerë populli. Budallaj vetëm prispon, shkatron, të pret, Bara da ja mos ataj. Edhe shikoj ti. Pra ju thonë që ne sot në kastën politike nuk kemi budallëj. Janë gjithë intelektualë. Akoma duhet të pastrohet, ka nevojë për pastrim qoftë majta, qoftë djata. Republikanë ataj. Republikani Fatmir Metiu s'ka 5 veta me vete. Edhe futet ke BD-ja.
Të gjithë njerëzit e mirë të PD, se kam pas shok të mi ke PD-ja unë, të gjithë njerëzit e mirë i Saliu i përdori. Edhe kam marrë këta rrugash, që dalim me dy kisha për pjetë, edhe thot ajtë të nderim sot njëri tjetër. Qa bëdhja punë? Qa punë keni bërë ju në jetë? Unë kam qenë në kombinat metallurgjik. Metallurgjik. Sa veta punonin në kombinat? Paka shumë. 12.000 veta. 12.000 Unë kam veta? qenë drejtues me ato, me 3.000 veta. Ati kishte nga skalla me lartë, deri ke punëtori me orë. Qa prodhosh? Po që të punon, qelikun, Vetëm qelik. qelikun e nëzirë ato. Ku e ke hekurin që prodhon e shkone në berit? është një hekur periodik që s'kishte borë nëna, nuk potet a i hekur. E mori torku që e solli këj kokloka i skaparit, që borë jetë atje, kur i bën një tërmet, a i këpotet që ka karbon. Që unë e njohë për industrin, e flasë për industrin. Të që qa më bëhet? Pra këta i fusin hekurit karbon dhe bëjnë... Ka karbon. Hekuri ku ka karbon, këpotet. Kurse i hekuri që përdojsh në ndërtim, është një hekur periodik i kohës e nberit. Ata mere, palose, ajo nuk bje, nuk potet. A i përdori për ndërtime? Për ndërtime, ajo sigurisht e më... Pastaj morëm nga Ukrajina, që ishte me atë centralit, kur sporteu centralit Çernobilit. Ajo Çernobilit ishte me reze. Edhe ajo është dëmse për njerëzit. Hekuri. Pra Shqipëria ka marrë hekur nga centrali Çernobilit dhe përdorin këtu? Po, kemi marrë nga Ukrajina. Ajo ishte me atë. Edhe këta që bëjnë analizat e hekurit, e nëzorin që kishe karbon me reze. Me reze. Kjo është për të ardhur keq, kjo është alarmante. Pra, ju po thoni këtu në Shqipëri është përdorur hekur i marrë nga... nga Ukrajina, i cili është i dëmshëm për njerëz. Por atë dhe po ti bësh re, ajo krijon probleme. Ne tashi flasim se deri tje prisim alo ti alo me central. Ky celulari që ke ti, ne i themon spion tani ky është me karbon. Edhe ky është i dëmshëm, nuk do ta mbash në krahun e majt ku është zemra. Është i dëmshëm, ka reze. Do ta mbash, do ta fut. Reze që lidhen me centralin e Ukrainës? Jo, lidhet, po ti flet me Zelandën e Re me këtë. Flet me Kinën, me Japonin, flet me Alaskën, flet me kësë flet. Do më thënë kjo është natyra. E paskën krahun e zemrës edhe ti? Edhe ti e paskën e krahun e zemrës të që gabim është. Unë që bëtë do të, që unë e mësuar, qiko, ushtarakët. Në ushtarakën tani? Mani këpse e ka pistollën këtu. Ata që janë solaksit e mbajnë krahun tjetër, e gjerë, pap, me njeraj, që du t'jesh i shkatët. Polici, kur vete... Jo është bërë reflekse, mba në të... Ja, po. Polici, kur ullet në lokal, ai polici është i zgjuar, ullet me spatla mas morit. Sepse është mbrojt nga mrapa. Edhe vjen kriminali, pam, ai përgjigjet shpejt. Ai që ullet me spatla nga dera, nuk është polici. Që dolën të kjo tema, a është celulari sot një armë? Ne e qunë e spion, po. A e kontrolon, a e kupton që po nxjerrin këta? Të gjitha të nxjerrin, a e të nxjerr me satelit, e të nxjerr të gjitha, që ajo shkakje që po nxjerr këta rrugacët. Celulari, u spioni, më thot djali mua, të është jashtë ai, o ba, që ke i thashon, ta përgjojnë telefon, po ta përgjojnë e thashon. A ka mos që ti përgjojnë gjithë? Se ne duam një shqiptar, një policë. Ta që gjysma do të vishe policë, gjysma do të jetë kështu. Sakt ke që ka. Unë nuk bëj gabime. Unë asë bjetë, asë jam kundra shtetit. A duhet që Shqipëria të ketë akoma këto spionën dhe përcepa kështu që t'informojnë lartë? Më jo, Shqipëria... I vinë në ndim, apo... Ne do ecim shumë. Kemi sa më shumë spiona? Jo, po ecim edhe... Po ecim. Hajde shiko, unë kam qenë edhe në Shkup, kam vajtani. Shkupi është akon me rrugë të qitos. Shqipëria ka një ndryshim total. Merë të gjitha qytetet. Të gjitha qytetet ka ndryshuar. Ka ndryshuar vetëm qendra, apo edhe në për rrugica lagjes? Edhe në për, po gradualiste nuk bëhen me njerë, do filluat, po do kone vete, shtë gjëse, të mund që do bëhen ato. Ama qytetet ka marrë formë.
A thua se edhe Rama do ta kapi fiksa të vitin që pati dhe Enveri në pushtet? Me vizionin që ka Rama, Do ta kaloj. ta shkuptorët në ata, e së para, i tha një lap, i tha atyre, jo, unë socialist jam, tha, po votat i marë. Sepse Rama vetë nuk është socialist. është piktor, është skulptor, ka një. është si puna thaj, hajde të gjoj unë teatrin e operës të balete, unë se marrë vesh. Unë do muzikë popullore, bla. Edhe ai puna atje. Ai varet ka se një si ndje. vizion. Ai është piktor, mund të jetë mund të jetë Jo, gazetar. ka një vizion, edhe ai flet lirshëm. Ai tha dhe Grekut, i tha dhe Vučićit, i tha dhe atja Erdoganit, që do marrë atë. Nga Erdogani vajte ka i Kyriakos Mitsotakis. I bëri dhe ata, tha merr votat. Edhe që merr votat, mori votat ai Kyriakos me Preti Belerin. Një që brau 4 veta. 4 veta në Peshkëpi, Gjirokastër, 94. Këtë të bëm, kam qenë Greqi atëre. Që vëtë? Pse është e vërtet kjo që i vrau Belerin? Po, u të nuaj një vit e gjysëm. U të nuaj, u Duk ka si politika. Po, jo, u të nuaj më. Jo. Sa i bënde pjesë ke Agimi Art. Ke Agimi Art. Preti Beleri, për të marrë votat kë Kyriakos Mitsotakis, Kyriakos, e mori Kyriakosi, se mori votat të se nuk e mërë të gjitha. Do më thënë, janë të gjëra që ne Balkanasit kemi natyrë tjetër, jemi ekspresim, edhe eksportojmë. Do ndryshosh, mare. Nuk jetohet bota me luft. Do paqe, që të ndërtojt një shtet do bësh paqe. Krijo misin, me komsion, me gjithë ata. Është njësoj, që ku t'jesë në Shqipëri dhe të kesh komsion gjithë me komsion. A shkon gjëja? Kështu që ne du të ushqim paqen. Edhe paqja vjen nga njerëz dhe mënçur, jo nga budallënj. Se i thonë atë, 2 budallënj pusin një tra. 2 të mëzëm pusin një pe. Se? Sot, dale, e kamperi nesër. Që e ka më të vlefshëm. Jo, po që kamperi, zote. Jo, zota që du të mendohe mirë kur ta të push. Gje, kam këtë unë. Unë kam pas lidhje me Skandinavët, me Danimarkët. Edhe i thot, po. Gjatë punonit në metalurgjë. Atje, kombinat. Edhe i thot njëri, ngërja, unë mora kryshtisht, aty i thira në takim gjithat qakorduarit. Edhe i thot, po, qakorduarit që përtisi me dukisha për pjetë. Edhe i thot, po mirë. Ta që kërkoni lumturin. Këta, i thot, ore, kam pas gjama këto zhyrat, po pëse i thujet ju, thaj? Po jo, tha demokrat, ore, pëse i thujet? Thujet gjama, tha, po ndërtoj e të rend, tha. Kur ndërtoj të rend, tha, më shpin, e keni prishu, i thaj? Të e shante, e kupton, në marrëdhëniet e mira, do t'jem njërëzit. Unë, për vete, kam brejtje për televisionet, që shumicën sepse vënd prioritet negativitetin. Më vërë mërë, populli shqiptarë është punëtor mërë, i ke merë atje. Qa negativiteti shikoni ju të televizionet shqiptare? Rinia. Jo, i jepet prioritet ati që bën maskalloqe. Po, Një shembull. Shaliu i pari, që në çdo kohë shan. Shaliu është hajdut, Shaliu ka vjedh votat, edhe u bë president, pa i bodhi Shaliu se nuk e mori. Shaliu njerë në 92 një dhanë, 96 kam qenë në gjedhur, 96 Shaliu sfitoj, i ku pushtetit lokal. I ku Shaliu e përduri me lejtan cekën e me gamos pashën. Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqetër.